Se fitnessi çdo ditë më shumë po marr për masa dimensione masovike, edhe atë jo vetëm si aktivitet zhvillimor, por edhe cerebral, më së miri dëshmon edhe interesimin në rritje nga ana e të rinjve për këtë lloj aktiviteti. Numri i atyre të cilët gjithnjë më shumë po interesohen për fitnes kanë nxitë edhe pronarët e këtyre lokaleve të interesohen e përkushtohen për instalimin e pajisjeve sa më bashkëkohore, por edhe me ofrimin e kushteve sa më komode e rekreative për klientët e tyre. Një gjë të tillë dëshmon edhe hapja e lokalit të ri të fitnesit në Gjilan nga ana e pronarit të saj Shaban Osmani, i cili vlerëson se qendra e tij e sapo hapur është qendra më e madhe e fitnesit dhe jo vetëm në Gjilan, por shumë më gjerë. Kjo është fitnesi i dytë që e kena hap në Gjilan. Kjo është pika më e madhe që ekziston në Gjilan. Mjetet më moderne që janë të mëdhon deri tash, crossfitin e kena që rallin fitness që e ka këta. Përpos aparaturës bashkohore dhe pajisjeve moderne, Osmani ka folur edhe për aspektet profesionale të këtij profili të sportit, duke vlerësuar se në qendrën e tij janë angazhuar edhe trajner tejet profesional. Trajnerët e kena profesional, kanë provoj pune 8 vjeçare, domethënë, e njohin këtë sport, din për ushqimin, për treningin, planet ushqimit, si zakonisht, çfarë duhet me hangër, planet treningit, gjitha janë i din këto sene, janë shumë profesional. Vlen të theksohet se udhëheqësi i kësaj qendre, Shaban Osmani, njihet si kampion i shumë fisht i Kosovës në fitnes, ndërkohë që me rezultate inkurajuese është dalluar edhe në Zvicër e Gjermani, ndërsa veçohet si shqiptari i vetëm që ka marrë pjesë në një ngjarje botërore të fitnesit në garat IFBB në Spanjë.